Është kohë të bëjmë një unboxing tjetër. Unë në këtë kuti kam disa produkte skincare, sepse fytyra ime në këtë kohë është në një gjendje shumë të keqe, sidomos në zonën këtu, dhe unë doja më patjetër diçka që të më bënte punë edhe të më rregullonte pak problemet e fytyrës. Unë kam aplikuar pak nga kjo pudra e Flormarit, që është pudër kompakte, loose powder, I don't know kur kam dallimin, por e kam aplikuar atë dhe ajo është me ngjyrë dhe mi mbulon pak këto imperfeksionet, kështu që do fshi atë tani e do t'i tregoj pak gjendjen e fytyrës. Kjo është gjendja e fytyrës time dhe të puçeve të mia që janë goxha të acaruara, po themi. Kam disa shenja akne që më kanë ngelur. Edhe nga ana tjetër që janë këto problemet që janë goxha të dukshme. Unë mendoj se erdhe në këtë situatë nga produktet dhe nga rutina që fillova të përdor, një rutinë krejtësisht ndryshe, por rutinën time do ja u bëj review në një video tjetër, edhe t'ju tregoj dhe juve se ç'a ma bëri fytyrën të më vinte në këtë gjendje, të cilën nuk e kam pas asnjëherë. Kjo është kutia me skincare-in tim të ri, rutinën time të re. E di që dëgjoni pak zhurmë tani, por kam ndes kondicionerin sepse ndryshe nuk rrihet. Kam marrë këtë larësin shkum të CeraVe, që është për fytyra normale në të ndryshme, dhe ishte, domethënë aty thoshe që është një larës i butë që nuk ta irriton fytyrën, kështu që ky është ai që unë mora. Në fakt mendova të merr atë të Laroche Posay që është versioni me kutinë me shishen blu, por më tha ChatGPT që është goxha i ashpër për gjendjen në cilën ti e ke fytyrën. Si krem hidratues kam marrë këtë të Dermedic prap, nuk e ndryshova kremin hidratues sepse Dermedic i ka shumë të mira dhe më kam pëlqyer goxha shumë. Mora këtë që është hidratues, por lë atë efektin mat në fytyrë dhe heq atë shkëlqimin e tepër. Unë në fakt kam edhe kremin e natës të Dermedic dhe nuk është se e kam mbaruar dhe është shumë i mirë. Kremi i diellit që zgjodha është ky nga La Roche-Posay, që është versioni shumë fluid. Antelios UV Immune 400, nuk e di diçka e tillë. Ishte goxha i mirë nga review që kam pasur dhe nga përshkrimet, nuk e di se si do më ndikojë në fytyrë, por do ta shohim gjatë rrugës. Mora edhe këtë serumin Exfolius me 3 lloje acidesh, të cilat do më bëjnë mirë për fytyrën, dhe kjo përdoret një herë në javë dhe pastaj shtohet. Normalisht do ta shoh se si do më reagojë fytyra, shpresoj që të na zgjidhen problemet. Dhe të fundit kemi këtë paketën me 24 pimple patches, do të shohim sa të mira janë. Kemi edhe 4 testera të vogla, ky ishte një serum, ky ishte një serum tjetër, një krem dielli dhe një gel larës. Do t'i përdor të gjitha këto, do filloj këtë rutinën time të re dhe do shoh se si do më reagojë fytyra dhe do i bëj update.